Kalaja e Krujës, që u shndrua shekuj më parë në kryefortesën e qendresës së shqiptarëve ndaj pushtimit turk, është ndër objektet më të preferuara nga turistët e huaj. Ata shfaqin interes kryesisht për muzeun kushtuar heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kundër të tjera mund të shihen nga afër armë me veshje të luftëtarëve, shkrime e faksimile të korrespondencës së heroit, ikona origjinale e shumë sende të përdorura në ato kohë. Ky muze mbart vlera të shumta kulturore dhe historike. Kam lexuar shumë për Skënderbeun dhe meritat e tij. Në muze gjeta të pasqyruar gjithçka. Ja vlen t'i shohësh nga afër sendet dhe objektet e tjera që gjenden aty. Ua kam këshilluar edhe studentëve të mi. Shqipëria është një vend i bukur. U mahnita me muzeun e Skënderbeut, me rrëfimin e Ciceronit dhe sendet shekullore që pash aty. Edhe pse duhet ta pranoj se nuk isha dëgjuar shumë më parë rreth heroit tuaj. Në Krujë ndalesa të tjera të turistëve janë edhe muzeu etnografik, banja mesetare si dhe pazari karakteristik. Turistat vinë për të pa muzeun, por nuk lejnë pa e vizitu dhe pazarin karakteristik. Këtu kemi punime dore, punime qelymash, sigjadësh, çorape ndryshme, qeleshe, punime bakri, alabastra, të gjitha janë prodhim veni. Drejtori i muzeut Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Media Fizi, thotë se numri i vizitorëve rritet ndjeshëm me nicjen e sezonit turistik. Vitin e kaluar që përkoi edhe me 100 vjetorin e pavarësisë, ky muzeu vizitua nga afro 95.000 turistë.